Një bukur po dolin qytet, vasha tjera nuk e lën të qet. Kur na shohin të dy përqafuar, xhelozia nuk ka të mbaruar. Lori, mirë se ardhët në emisionin Spektër të televizionit Opinion. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi të jemi së bashku dhe të flasim, bëj bisedë lidhje me më të rejat në lidhje me muzikën, karrierën tuaj dhe kuptohet dhe jetën private. Patjetër, më shumë kënaqësi. Mirë, do të na tregosh pak iniciativën tuaj në lidhje me muzikën, si ishte fillimi, pak pika të shkurta sa ishin ato vështirësitë që ti thjesht me një fjalë kush e zbuloi pra talentin tuaj. Patjetër, me që unë e kam treguar në fakt disa herë, po mundohem disa gjëra më të rëndësishme. Unë e kam dashur gjithmonë muzikën sepse familja ime është marrë me muzikë. Baba im ka qenë muzikant amator, kuptohet, i ka rënë filharmonikës nëpër ahengje familjare. Mami është marrë me grupin e vallëve, ka qenë me një ansambël të vallëve kur kemi qenë Korç. Edhe si thua, unë e kam dashur muzikën, edhe në përgjithësi në fisin tim këndojnë të gjithë dhe kanë zë shumë të mirë, mund të them Axha im, babai, djali Axhës, edhe vëllezrit, në përgjithësi domethënë këndojmë të gjithë. Kur kam qenë e vogël, kam marrë pjesë në për disa aktivitete, domethënë të kopshtit kur kam qenë kopësht, pastaj të shkollës, e me radhë, dhe aty e kanë zbuluar talentin tim, domethënë njerëzit që janë marrë me këtë punë. Patjetër dhe familja ime ka insistu gjithmonë që unë të bëhem një këngëtare apo muzikante, të merrem me muzikë. Unë atëherë kam pas hobi disa domethënë fusha, kam pas hobi gjimnastikën, jam marrë me gjimnastikë, me volejboll, kam pas hobi recitimin, domethënë gjuhë letërsi në përgjithësi, edhe muzika ka qenë primarja. Vazhdova shkollën për flaut, 4 vjetë si flautiste, dhe duke dashur gjithmonë këngën, nuk ju ndava dhe si përfundim u bëra këngëtare. Ishte një emocion